Bulevardi i ri Blagoja Toska, as se si të gjej qetësi. Krahas shumë problemeve, derisa i njëjti u lëshua në përdorim dhe më pas zhagitja e vendosjes së shenjave horizontale dhe vertikale, ndërsa vonesat rreth vendosjes së semaforëve kanë bërë që ky bulevard të jetë edhe më tej i pasigurt. Edhe pse dukshëm janë ulur aksidentet e trafikut, megjithatë këmbësorët vazhdojnë të jenë të rrezikuar në këtë pjesë të bulevardit Blagoja Toska. Nga policia e Tetovës thonë se vazhdimisht marrin masa në komunikacion duke shqiptuar dënime ndaj vozitësve, por dukuria e vozitjes me shpejtësi më të madhe se e lejuara nuk ndalet. Sipas policisë, as dënimet as radari nuk kryejnë punë, sepse vetëm gjatë weekendit të kaluar janë shqiptuar mbi 100 dënime ndaj vozitësve të pandërgjegjshëm, ndërkaq disa ditë më parë ishte lënduar një këmbësor 10 vjeçar në këtë bulevard. Në rrugën përkatëse të cilën e përmendët, pra për çdo ditë të kontrollojnë vozicit sa respektojnë semaforin, i cili pra kohëve të fundit është vendosur në udhëkryqin nëpërmjet rrugës Blagoja Toska dhe 29 nëntori. Numri i aksidenteve në atë udhëkryq është zvogluar, mirë po kemi vozitës të papërgjegjshëm të cilët pra pasi e kalojnë semaforat shtypin gazin dhe pra nuk kontrollojnë shpejtësinë e tyre. Patëm rastin dje për fat të mirë një aksident i cili përfundoi me pasoja të lehta për një këmbësor 10 vjeçar, por një gjë e tillë mund të jetë edhe me pasoja të rënda në të ardhmen. Qytetarët thonë se duhet që të kujdesen vetë, sepse nuk respektohen shenjat e komunikacionit. As pak hiç. Shifet sa është trotuar, sa trotuar kjo për të kaluar. Po si e komentoni rastin e djeshëm që i kanë shkel 2 fëmijë këtu në Vizbardha? Jo policia, as kush s'mund të rregulloj këtë punë. Ashtu imi popull na. Se ka sigurin zavisi o teve, as i sigurin. Duhet të kujdesesh për veten, të shohësh, por edhe për fëmijët është rrezik, sepse vrapojnë dhe dalin drejt në rrugë. Në vazhdimsi gjatë 2 muajve të kaluar janë ndërmarrë masa në të gjitha rrugët kryesore dhe periferike në Tetovë nga pjesëtarët e policisë, por kundërvajtjet janë gjithnjë në rritje. Apelojmë deri tek qytetarët që të kenë kujdes maksimal, sepse nuk janë kushtet nëpër qytet që të drejtohet me një shpejtësi aq të madhe siç drejtojnë ata nëpër qytetin e Tetovës, kështu që siguria e qytetarëve, siguria e këmbësorëve dhe të gjithë vozitësve në komunikacion është në pikë të parë. Kështu që të kontribuojmë të gjithë për një siguri në komunikacion, pra që të zvoglojmë sadopak numrat apo ato bilancet e zeza në kronika me aksidentet rrugore. Gjithashtu vlen të përmendim pra se pjesëtarët të policisë bëjnë matje të shpejtësisë edhe gjatë orëve të natës, me anë të radarit të natës, me të cilin marrën masa adekuate ndaj të gjithë shoferëve, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë, sepse siç e dini edhe vetë, sepse çdo matje lën edhe një dëshmi me video dhe foto. Por edhe përkundër kësaj, raportet policore vazhdojnë të sjellin informacione për aksidentet me këmbësor. Një aksident i këtill është regjistruar të mërkurën ora 12 në rreth rrotullimin nga rruga Ivo Ribar Lola dhe rrugës Strasho Pingjur në Tetovë, kur vetura Renault T-Space me targa të Tetovës, e drejtuar nga VT 60 vjeçar nga Tetova, ka goditur këmbësorin e S 75 vjeçar nga Tetova. Në aksident këmbësori ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë konfirmuar në Spitalin Klinik të Tetovës në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme të ndërmarra nga SPB Tetovë për rend dhe siguri më të madhe në komunikacion në Pollok. Gjatë ditës së mërkur janë kryer kontroll të intensifikuar të automjeteve dhe drejtuesve të automjeteve. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 45 drejtues mjetesh për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, të cilat janë marrë me mjetin special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar dhe 83 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.